Një zjarr I përmasave të konsiderueshme ka prekur prej mbrëmjes së ditës së enjte kodrat e fshatit Dukat. Zjarri ka avancuar edhe për shkak të temperaturave të larta, por edhe erës së fortë e cila favorizon nëpërhapjen e flakëve. Prej mëngjesit të sotëm është ndryrë nga tereni, por edhe nga ajri. Janë rreth 40 forca të armatosura të cilat janë në teren së bashku me emergjenca civile të Bashkisë së Vlorës, por edhe emergjenca të tjera, ndërkohë që nga ajri është ndërhyrë fillimisht me 2 avion për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Situata vjen të mbetet ende problematike për shkak të terenit të vështirë dhe ndërhyrjes mjaft të vështirë pikërisht nga tereni, ndërkohë që është kërkuar ndihmë që të vijohet me ndërhyrjen nga ajri për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve. Tymi ka mbuluar një pjesë të mirë të zonës, ndërsa situata vjen të mbetet nën monitorim. Një zjarr I përmasave të mëdha përfshiu zonën mbi fshatin Dukat, ndërsa dyshohet se zjarri ishte I qëllimshëm. Flakët janë shfaqur rreth orës 19 të mbrëmjes së enjte, fillimisht në 4 vatra, ndërsa gjatë natës zjarri është përhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme në drejtim të malit të Çikës. Forcat zjarrfikse dhe mjetet e shërbimit zjarrfikës kanë mbritur në teren prej orës 04 të mëngjesit. Në operacion janë angazhuar dhe rreth 40 forca të ushtrisë në drejtimin e strukturave të emergjencave civile. Nga distanca, përmasat e zjarrit janë të frikshme, me flakët që vijojnë të përhapen në terenin malor. Forcat në teren po punojnë për izolimin e vatrave, ndërsa për shkak të terenit të vështirë, operacioni pritet të zgjasë me orë. Zjarrfikësit duhet jenë të pajisur me ujë dhe ushqime për të përballuar qëndrimin e gjatë në teren. Aktualisht, era nuk është e fortë dhe nuk favorizon përhapjen e zjarrit. Nëse do të kishte erë të fortë, flakët rrezikonin të përparonin në drejtim të parkut kombëtar të Llogoras. Forca zjarrfikse dhe ushtria vijojnë ndërhyrjen me shpresën që zjarri të izolohet dhe të mos përparojë më tej.